Kanë nisur këtë të hënë punimet për asfaltimin e unazës së qytetit, një nga ndërhyrjet më të rëndësishme të infrastrukturës që synon përmirësimin e qarkullimit dhe lehtësimin e problematikave të trashëguara në disa prej akseve kryesore të qytetit. Projekti po zbatohet në segmentin që lidh zonën e ujit të ftohtë me rrugën hyrëse të Kaninës, ndërsa punimet do të zhvillohen në disa faza dhe segmente të ndara për të shmangur blokimin total të trafikut dhe për të garantuar lëvizjen e automjeteve gjatë gjithë periudhës së ndërhyrjeve. Punimet nisën gjatë kësaj të hëne në zonën Prarapit. Pas këtij segmenti, puna do të shtrihet gradualisht edhe në zonat të tjera të qytetit, duke përfshirë disa akse të rëndësishme. Për shkak të procesit të asfaltimit dhe mjeteve të rënda që do të angazhohen në teren, në disa segmente të rrugëve do të ketë kufizime të përkohshme të qarkullimit. Drejtuesit e automjeteve janë njoftuar të tregojnë kujdes të shtuar, të respektojnë sinjalistikën provizore dhe të përdorin rrugë alternative aty ku do të jetë nevojshme. Ky investim është pjesë e një pakete më të gjerë ndërhyrjesh infrastrukturore që do të zbatohen në qytet. Në total, projekti parashikon asfaltimin e 31 rrugëve në lagje dhe akse kryesore, me synim për të përmirësuar ndjeshëm gjendjen e infrastrukturës rrugore. Rrugët që po asfaltoheshin ishin hapur për të shtrirë rrjetin e ri të ujësjellësit. Ndërhyrjet për rikonstruksionin dhe asfaltimin e këtyre rrugëve po realizohen paralelisht me qëllim që gjithçka të jetë gati në kuadër të sezonit turistik. Ndërkohë, ky investim duket se është pjesë e përgatitjeve për sezonin veror, ku qyteti do të përballet edhe me një numër të lartë të vizitorëve. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore shihet si një element kyç, jo vetëm për lehtësimin e qarkullimit të përditshëm të banorëve, por edhe për krijimin e kushteve më të mira për turistët që vizitojnë Vlorën gjatë muajve të verës. Punimet do të vijojnë edhe gjatë javëve në vijim, me qëllim që të përfundojnë brenda një periudhe sa më të shkurtër dhe këto rrugë për të qenë më pas të aksesueshme gjatë sezonit të verës.